Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu një fermë blegtorale në Patos, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Flakët u përhapën me shpejtësi, ndërsa zjarrfikësit e Patosit, me ndihmën e forcave nga Fierja Roskoveci, arritën të vinin nën kontroll pas disa orësh. Sipas shefit të shërbimit zjarrfikës Patos, Alket Halimi, flakët u përhapën me shpejtësi, duke sjellë si domosdoshmëri angazhimin e 7 mjeteve zjarrfikëse. Menjëherë shërbimi zjarrfikëse niset në ngjarjes me 30 mjete. Dhe shkojmë në ngjarje dhe shikojmë që zjarri kishte marrë për masa. Zjarri kishte dijeshin valla bari dhe afrohesh drejt stanit të familjes së Sanxhaku. Menjëherë bëmë neutralizimin e varrës së zjarrit, shpëtuam stallën nga bubendarit dhe stallas nga lëndra ushqimore dhe aktualisht po flasim për momentin, po mbajmë në kontroll, po luftojmë për të fikur qendrën bazën ushqimore dhe po bëjmë monitorim që zjarri mos përhapet tek stani. Kur duke parë situatën që ishte shumë e agravuar, kemi kërkuar ndihmë urgjente nga Bashkia e Fqinjës, na ka ardhur në ndihmë Bashkia e Roskovecit me një automjet zjarrfikëse dhe me 7 forca, si dhe Bashkia e Fqinjës na ka ardhur me 2 automjete dhe me 8 forca. Në terren u bën 7 automjete zjarrfikës, të cilët punuan sepse zjarri kishte favorizuar shumë nga era dhe mund të përhapesh në stani dhe mund të merrte edhe fshatin. Për momentin nuk është bërë verifikimi i dëmeve. Bashkia Patos ditën e nesërme do të ngrihet një komision dhe do të bëjë vlerësimin e gjithë të dëmeve që janë shkaktuar nga ky zjarr. Për momentin zjarri është në kontroll, po luftohet për të fikur ballat e bajit, por nuk ka rrezik që zjarri të përhapet më. Bilanci paraprak flet për mbi 10 krerë bagti të djegura, shkatërimin e stallës, makinerive bujqësore dhe sasive të mëdha të ushqimit për bagtit. Dëmet llogariten rreth 7 milion lek.